Nga konjufca nuk kalon, për hajë zgjedhjet e reja. Qeveria e propozuar nga konjufca i morri vetëm 56 vota pro dhe 53 kundër. Në seancën e sotme konjufca e propozoi kabinetin e tij duke e propozuar Albin Kurtin për zëvendës kryeministër dhe ministër të punëve të jashtme. Pjesa tjetër e kabinetit nuk kishte fort ndryshime nga kabineti i Kurtit i propozuar javë më parë. Sërish, Fatmir Spahiu propozua për ministër të kulturës. Që nga prilli, kur janë certifikuar zgjedhjet, janë humbur saktësisht 10 muaj me blokada, mosvotim, me procedura në gjykatën kushtetuese. E gjitha krejt kjo që me përfundu në fund me zgjedhje të reja. Tash topi është e presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Besoj që pas konsultimeve me krejt partit, Osmani do të vendos datën e zgjedhjeve të reja. Me shumë gjas, zgjedhjet do të mbahen në fund dhjetorit, më saktë ose me 21 dhjetor ose me 28 dhjetor. Kam i përcjell këto zgjedhje normalisht me video analiza, komente, prandaj krejt ju që doni me kon të informuar, mos harroni me abo follow.